me gratë e huja, me gratë që si ki mahrem, nuk lejohet me fol pos sa e lip nevoja. Kjo vlim për tregtarët, për shitcat, për njerëz që punojnë, që ka mundësi për shembull me kontaktu me gra, eksumerat. Vezër, kjo është botë fitness, ka thënë alayhi salatu wassalam. Nuk kam lanë për umetin tem fitne, dy fitne i ka përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam. Në hadith ka thënë, fitnja umetit tema dinari. Dinari. Si të hije dinari me një vend, ta ndrishë këtë meselë të ndronë. E dina i thënë asaj të jërgovant, apo? A dina të jërgovantën? Ajo jërgovant i ndronë muhabetet këtë. Apo? Qish dush për dore? Ndash me gruje, ndash me evlat. Kur ta shofin që jërgovant, dhe thënë, baba mire ka. Baba mire ka. Buri mire ka. Gruja mire ka. Pse? Se jërgovanta i ban këtë gjelbër të apostaj. Këtë mund mirë dalin. E ka thonë alayhi salatu wassalam, fitnja, sprova umetit tem është dinari. Apo, e këto të argumente të vëllezër, a disa njerëz që ndrojnë fejen, rrugën e Zot, parimin, shoqërinë, ekstomerat, Allahu na ruaj. Na boft me ushqipi halalin, larg haramit. Dhe fitnja e dytë, ka thënë alayhi salatu wassalam, si u kumlan burrave të umetit tem, sprov më të rëndë se gratë. Na ka njëherë vëzër, e kemi një problem. E shohim problemi nuk e paraqesna. Qysh nuk e paraqesna? Na ketë e dip se problemi vjen pite gruja, kur kush s'kallzon. Kur kush s'kallzon. Një numër i madh i problemeve vjen farë nga ajo çka komunikon burri me gruajën e vet. Dëshirat e grave vëzër janë presioni i burrave. Tan ditën i ringrihet, çka dashti pa ajo tash, çka lipi. Këtë tan ditën çdo i rri për mas, drita apo. Çka dashti ajo tash? A u dash që kjo, a u dash që ajo? A da shiko, fitnja umetit tem ka thonë është gruja. Ka thonë alayhi salatu wassalam hadith, çudit në me një burr i fortë në trup, i fortë në vendim, fol me gruën e vet janë ndromenën. Fol me gruën e vet janë ndromenën. A nuk e pam na më herët? Kush janë ndromenën Firauni mos me vra Musa? Kush janë ndromenën? Gruaja vet, mos e vrak. Kjo kanë për mua kjo gjallë. U krita më e për ti. Shiko, këta i sultani madh, këta i Firauni madh, çka tha? Ani le. Për gruajën leje. Për këtë arsye, shiko, kuptojmë nisan se Allahu na ka krijuar në botë ku ka sprova. E sprova e burrave janë gratë. Për këtë arsye besimtari duhet me mësu edebin e Islamit raport me gratë. Duhet besimtari me ditë fillimisht çish me komuniku me gratë e huaja. E si pastaj me komuniku me gratë e familjes vet, e si me komuniku me gruën e vet. Shiko Musa alayhi salatu wassalam, çka bani? Do të vimë ma andej, do të ketë tjetër debat me gruën e vet. Po tash se ka gruaje këtu. Andaj tha ma khatbukuma. Për këtë arsye vëllezër, në çdo lëmi ku ti ballafaqohesh me gratë të huaja, në çdo fushë, kudo që kije, domethënë që themi ne, marr dhe jep, shit dhe blerje, mos u liron muhabet. A mos flasim për atë që na e dëgjojmë apo e nim në rrjetet sociale, të rritë dhe të reja, prej degradimit dhe devijimit dhe shmangjes nga rruga e Zotit Xhelel Xhelalu, prej videove, të liga, prej zhveshjes, prej komunikimit pa edep. Apo, shiko, autori i librit Fi Dhilalil Quran, çka thot? Thot ti e gjen një të ri dhe të re, flasin me vite të tëra, me ditë të tëra, të dua nuk të dua, e du s'pak ta së njëtoj e kështu më radhë. Krejt normala. A e gjen një gruje e devotshme, i vjen turp babës vet mi i than, du të mu martu une. A shumë interesant. E turpshmja ka kalun të pa turpshme, e pa turpshmja ka kalun të turpshme. Mare i ven një burr, një djalit, edhe një vajzës, mi kalzu familje vet që në du mu martuhe. Mara mos bak si muhabete. Ama ky hec me një qik, del me një qik, kalon me një qik, fol me një qik, pa ne të foleve, lejer. Pra, i mshil në syt për aramit, larg, apo, ama me boj njëti me orë me thonë, të martona, që i marë muhabete dhe të banki. Po kjo ashtu të bëhet muhabet ma qikëna të bëhet. Për këtë asyjo dhe shiko, në mëson neve Kur'ani, se kjo as një lish dhe shiko, a disa fell në historijena, të Musa a.s. Në as një shiriat pejgamberve së shlejue qëfar? Së shlejue që të komunikohet me gratë e huja lirë shumë. Por me edep, me khatë bukuma, shkurt e ka krije. Apo, shkurt. E mos flasim me gjujt fjalë
të cilat janë me tendencë. Të cilat janë me tendencë. Çka i bën me tendencë? Që ti djush fjalë që pas atyre fjalëve më kuptu diçka tjetër. Ajo është fitili. Ajo është gac e mbuluar për t'u kallë pak më vonë. Për këtë arsye vëllezër, rune veten e juve, rune familjen e juve, rune evlat e juve, mësoni çish me vol. S'ka nevojë një burr me vol me një gruje të huaj, muzhit muhabet me ta. S'ka mundsi. Nuk ka në Islam vëllezër shok dhe shoqe. S'ka. Kemi mahrem, kemi gruje, familje. Kto i kemi. E ato tjerat janë të marrta prej sokakit dhe xahiletit.